Divorcet në Shqipëri po bëhen gjithnjë e më të zakonshme. Shifrat e fundit tregojnë se ndarjet mes çifteve kanë arritur nivelet më të larta historike, ndërsa martesat po bien nga viti në vit. Sipas të dhënave të fundit të Instat, gjatë vitit 2024 në vend u shënuan rreth 4800 divorce, gati 2 fish më shumë krahasuar me vitin 1990. 1 në 3 martesa në Shqipëri përfundojnë me ndarje. Norma e divorceve arriti në 2 për 1000 banor, mbi mesataren europiane. Ekspertët e lidhin këtë rritje me ndryshimet sociale, emigracionin, vështirësitë ekonomike dhe ndryshimin e mentalitetit ndaj martesës. Nga ana tjetër, edhe pse Shqipëria vijon të mbajë normën më të lartë të martesave në Europë, numri i tyre po bie ndjeshëm. Në vitin 2024 u regjistruan vetëm 16120 martesa, niveli më i ulët i shënuar ndonjëherë në vend. Ndërsa në vitet 90 regjistroheshin rreth 29000 martesa në vit, sot shifrat kanë rënë pothuajse në gjysmë. Edhe në Europë trendi është i ngjashëm. Martesat kanë ardhur në rënje gjatë dekadave të fundit, ndërsa divorcet janë rritur me vendet baltike që mbajnë normën më të lartë të ndarjeve në kontinent, kryesisht në Letoni dhe Lituani si dhe Estoni, Finland dhe Suedi.